Më vjen për Adriatik Lapa që qëndroi 100 ca ditë në të ftohtë jashtë, e mbylli si lëvizje politike dhe u kthye me garush dhe nafte. Pra në OJF. U kthye, feja thot foli popullit me gjuhën që kupton. Nuk është gjuha e naftës, ku diun, domates me djath, ajo që do populli shqiptar. Çfarë do ai sot? Atëre, unë personalisht, ose ne që jemi këtu, që jemi shtrese mesme, duam të dim, nëse ne duam të hapim një biznes në Amerikë, shkojmë, marrim një licencë, na jep shteti mundësi, shteti, strukturat, domethënë banka, ti jep orientime dhe gjithçka, të ul taksat, ti heq taksat, dhe ti ecën dhe realizon ëndrrën amerikane. Nëse unë si armir dua të hap një biznes, duhet një deputet ose një ministër ose të jem pjesë e një strukture të caktuar, për ndryshe unë vdes nuk e hap dot. Me që mora Lapajn për të qenë i ndershëm, Pasha Gronshehajn, kishte vajtur në protestën e Riollit. Pasi mori edhe firma për të mbrojtur sistemin e drejtësisë, çfarë bëri me ato? Dhe kush e kërcënonte sistemin e drejtësisë? I mori ngelën ato firmat, pra u bë lëvizje politike që ky është i angazhuar shumë me këtë. Pastaj ky është i angazhuar me protesta. Po përfundimi, po oferta